Jam një person i cili jam shumë i stresuar dhe dua të bëj vetvrasje. Ç'gjykim ka Islami për këtë? Në radhë parë ne e falenderojmë personin fjalë, vllajën që ka bërë pyetjen dhe shumë mirë që ka bërë këtë pyetje. Absolutisht vetvrasja nuk është zgjidhje. Çfarë do të fitosh nëse ti kalon vetvrasje? Nuk i jep zgjidhje halleve dhe problemeve me vetvrasjen. Përkundrazi, duke jetuar, mendimi s'është për zgjidhje, po të jep fund. Ideja është që gjëra i jep fund halleve dhe problemeve. Përkundrazi, nuk do të japi zgjidhjen, këtë po them. Ai nëse i jep fund, faktikisht ai ka shtuar problemet familjes tij, të afërmëve të tij, shoqërisë të tij dhe mbi të gjitha vetes tënde. Profeti Muhammed alayhi ka thënë, ai njeriu që e vret veten në këtë botë, në botën tjetër do të dënohet përjetësisht në ferr me të njëjtën gjë që ka shkaktuar vetvrasjen në këtë botë. Ai profeti Muhammed alayhi ai njeriu që e ka vrarë veten me diçka të hekurt, do t'i jepet e njëjta pajisje në ferr dhe përjetësisht do të jetë në ferr, duke e vrarë veten me këtë pajisje. Nëse dikush e helmon veten e tij në këtë botë, ajo gjë do të jepet në ferr dhe vazhdimisht do të helmohet në të Zotin, përjetësisht, për jetë tjetër. Kjo nuk është zgjidhje. Ktheu tek Zoti. Lutju Zotit. Ai ka në dorë gjithçka. Nëse jeta të është ngushtuar, nëse hallet kanë mbytur, nëse borxhet, problemet, çdo gjë të kesh ti, nëse je stresuar, nëse ke depresion, kush mund të të çlirojë? Allahu. Zoti thotë në Kur'an: "Amman yujibul mutarra idha da'a." Kush tjetër mund t'ia zbulojë hallet, problemet, streset, brengat njeriu përveç Zotit të gjithësisë? Ktheu tek Zoti, streho tek Zoti. Ai është i mëshirshëm, ai është mëshirues, ai është falës, ai është pranimendues. Në dorën e tij është gjithçka. Ai është Zoti i vetëm i vërtet. Ai është sundues në gjithçka. Ai ka në dorë gjithçka. Ai do të rregullojë ty punët nëse ti kthehesh atij. Ktheu tek Zoti, lutu Zotit, falu Zotit. Ktheu tek Zoti me agjërim, me leximin e Kur'anit. Aty do të gjesh zgjidhje në Islam. Në Islam Zoti të garanton lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Përfitoj nga rasti, ta falenderoj edhe një herë vllajën që ka bërë pyetjen dhe i them që eja tek porta e Zotit, tek dera e Zotit, eja në prag të Zotit. Lutju Zotin dhe kërko prej Zotit se Zotin do ta gjesh shumë pranë teje dhe Zoti do të t'i zgjidhë të gjitha hallet dhe problemet që ke. Në Islam është një lutje që nëse njeriu e bën, është një lutje dhe një dua që nëse njeriu e bën, Zoti do ta zgjidhë të gjitha hallet, brengat dhe streset që ka. Eja në xhami, eja tek shtëpia e Zotit dhe kërko prej Zotit. Mësoje këtë lutje dhe duan e Zotit do t'i largojë të gjithë brengat, hallet dhe streset. Ka pas njerëz që kanë pas probleme më të mëdha se sa ti ndoshta. Mirë po, duke i lutur Zotit, duke kërkuar prej Zotit, duke u lidhur me Zotin, duke ditur se Zoti ka në dorë gjithçka, janë kthyer, kanë ndryshuar kursin e jetës, jeta e tyre ka marrë një kuptim, kanë ndërtuar familje, kanë lënë trashëgimtar dhe kanë shkuar tek Zoti dhe tek kënaqësia e Zotit. Njeriu mund bëhet i lumtur nëpërmjet Islamit në këtë botë dhe të fitojë lumturinë në botën tjetër. Absolutisht vetvrasja nuk mund të jetë zgjidhje. Keq për ty, keq për familjen tënde, dhe ajo që është më e keqja në botën tjetër, do ta kesh punën fisk tek Zoti i gjithësisë.